Vlezër dhe motra, Ibrahimi a.s. një thirrës i madh në Islam, emigroi prej vendit të tij në vende të ndryshme të botës, derisa Zoti i gjithësisë e urdhëron Ibrahimin a.s. që ta merrte një pjesë të familjes së tij nga Shami ta çonte në Mekën e sotme, e cila aso kohë ishte një lugin me shkret, ku në të nuk kishte bimësie as gjallësa, e aty e vendosi Ibrahimi a.s. Haxherën bashkëshorten e tij, bashkë me Ismailin djalin e tij. E vazhdon rrjedha e historisë. Zoti i gjithësisë bori që aty të dilte uji i Zemzemit, e aty më pas të vinin fise, e të vendoseshin pranë Haxherës dhe Ismailit, e të rritej Ismaili a.s. derisa arritin atë momentin ku prindi është më shumë i lidhur me fëmijën e tij, e aty vjen një provim për të vërtetuar besimin e fortë që kishte Ibrahimi a.s. tek Zoti i gjithësisë. E urdhëron Allahu i lartësuar që djalin e tij Ismailin ta bonte kurban. Vjen Ibrahimi a.s. i thot djalit të tij, unë shikoj në ëndër dhe ëndrat e profetëve janë të vërteta. Thot shikoj në ëndër sikur të bëj kurban. Qa mendimi ke? Mësues i tej, mësues për të marrë shembull. Çdo prind duhet ta marrë shembull Ibrahimin a.s. Por shikoje përgjigjen e djalit të tij. Jo, thot po pse, po si, por tha, ja ebeti fa'al ma tu'mar. O baba im, bëj atë gjë që urdhërohesh. E kur bëhet gati ta bëj kurban djalin e tij, Zoti i gjithësisë nuk ka nevojë për mishin apo gjakun, por ka nevojë për devotshmërinë, ta vërtetojmë sa sakrifikojmë për Zotin e gjithësisë. E aty Allahu i lartësuar i sjell si dhuratë një kurban të madh. Kurban i madh për të zëvendësuar një njeri të madh, i cili e kaloi me sukses provimin. Kurban i madh, sepse kurbani bëhet vetëm për Allahun e lartësuar, e vazhdon të ndiqet si traditë, brez pas brezi, si një adhurim i madh për Zotin.